Po, tani, një tjetër pyetje që po bëhet shumë shpesh këto muajt e fundit, mbase për shkak të edhe një lëvizje që po përpiqet bëj Partia Demokratike që po mbase nuk po funksionon, ka një numër të vogël, jo shumë të mbështetësish nëpër rrugë që ku bëhen protesta, disa i lidhin me drejtimin e partisë, disa me strukturat. Mendoni ju ose si jeni e vendosur në këtë debatin për pasur një kryetar të ri Partia Demokratike? Unë mendoj që frymën, po edhe tempin e jep politika. Domethënë, aty njerëzit do të vinë kur ta shohin qasjen tonë, kur të shohin faktin që neve po bëjmë me të vërtetë diçka. Ka pas momente ku ka qenë vështirë politika dhe Partia Demokratike dhe prapë ne kemi rezultata. Dhe unë këtu i referohem periudhës 3 viteve të fundit, për shembull kam drejtuar Komisionin Hetimor të Inceneratorëve kur Partia Demokratike ishte në flak. Dhe kur ti flet me argument, kur ti flet me bindje, kur ti beson ke ajo që bën dhe njerëzit besojnë ke ty. Po besojnë po jo me votë. Po, pjesëmarrjen e dobët në protest unë e shoh edhe të lidhur me faktin që njerëzit kanë shumë pak besim te politika sot. Është reflektuar në pjesëmarrjen në zgjedhjet e përgjithshme dhe vendore, dhe kjo është diçka që ka lidhje edhe me ndryshimin e qasjes tonë, që me të vërtet mendoj që ne duhet ta ndryshojmë. Po si pra? Për sa i përket domethënë jo realisht, domethënë ndryshimin e qasjes, dikush që vërtet ju do t'ju japi votën. Po thotë, si t'ja jap në më? Pse? Ne duhet të tregojmë që kemi një model politik i cili bazohet tek argumenti, i cili bazohet tek alternativa, tek propozimi, i cili ka figura me integritet, i cili e shikon politikën si mjet për të ndryshuar, jo për të përfituar. Dhe të gjitha këto nuk kipen dot vetëm duke e thënë unë, po duke e kryer, duke e bërë këtë në praktik, duke e reflektuar në çdo akt që ne bëjmë. Në çdo akt që ne bëjmë, ne duhet ta reflektojmë këtë. E mendoj me të vërtet që Partia Demokratike sot ka nevojë të ulet e të flasë me njerëzit. A do kishte vend për një garë për një kryetar partie? Për të kaluar te kryetari i partisë, se sigurisht që s'kam për ta evituar si pyetje. Kam bërë një betejë në Partinë Demokratike vitet të fundit. Dhe ajo që kam kuptuar është që kryetari i Partisë Demokratike nuk e zgjidh as nga studiot televizive dhe nuk e zgjidh as sepse ne themi të hiki ky dhe të vi ai. E zgjidh antarësia e PD-s. Dhe ajo që duhet bëjmë ne sot është të ulemi dhe të flasim me njerëzit për modelin e drejtimit që duhet ketë Partia Demokratike dhe për rrugën që duhet marri. Po unë e shoh të gabuar që në momentin kur të gjithë reflektorët duhet patjetër të jenë ke qeveria, ne të gjithë merremi me opozitën. Opozita patjetër duhet ndryshojë. Jam unë e para që e them. Por po të shohësh edhe pak debatin e stisur nëpër studiot televizive, ti shikon që sot ke zëvendës kryeministren, ti e ke zëvendës kryeministren sot të pandehur, dhe ti e ke sot zëvendës kryeministren një person i cili duhet kishte dhënë dorëheqjen dhe çdo studio televizive merret me një debat brendshëm Partisë Demokratike. Janë një stimul, janë një zhurmë, janë një kryer një debat. Është mund të jetë qëllimshëm ose jo, kjo është them dakord. Ti një televizionin aq mirë të kuptosh që shpeshherë mund të jenë të dirigjuara. Të stimuluara, por edhe nga partia nëse nuk ka një lëvizje për shumë vite, mbase humbet besimi që aty më vërtet mund të ketë një qasje të re. Shpresë nuk e jep qeveria, shpresën e jep opozita. Dhe unë kur e shoh mungesën e besimit tek njerëzit, e shoh edhe me faktin e asaj që duhet bëj opozita. Çfarë duhet përmirësoj opozita, çfarë duhet të ndryshojë opozita. Si është klima sot në PD? Është më mirë se 3 vite të shkuara. Mund të ketë një ndjenjë mosbesimi, sepse nuk kanë qenë pak ato që kanë kaluar. Ka edhe të them drejtën pak zhgënjim nga këto zgjedhje. Sigurisht që ky rezultat nuk është rezultat për të krenuar, është rezultat që të bën të reflektosh, po unë shqetësimin më shumë e shoh ke njerëzit. Një forcë politike duhet të rishpik veten për të shkuar tek njerëzit që kanë 12 vite që janë opozit, që mund të mbeten dhe 16. Një forcë politike duhet patjetër që t'i drejtohet njerëzve për problemet e zgjedhjeve, për problemet e vendit nga pikpamja krimit, e korrupsionit, po duhet, domethënë mendoj, kam arritur një nivel që mendoj që ne duhet flasim politikisht me zgjidhje. Si do bëhet. Dhe ndoshta kjo mund të ketë munguar. 3 vitet e fundit mua më ka munguar shumë edhe të bisedoj me njerëzit.
Por ne duhet dëgjojmë më shumë se të flasim. Po ju takoni njerëz vazhdimisht. Vazhdimisht, po këto formatet ku ti vetëm reflekton dhe dëgjon janë stimulohen dhe nga njëri tjetri, se në takim pak më të ngushta është e vështirë. Ke harruar të bësh debat? Jo, s'është se kam harruar të bëj debat, se unë bëj çdo ditë në parlamente Jo, nga se njerëzit nuk e di si mungon ky debati politik i ballë për ballë. Mungon debati politik, se unë në vend të shkëlqim Canit sot, për shembull, kam një anonim, nuk di kë kam, nuk di të them, se nuk di t'i vësh dhe emrin. Domethënë, nuk është problemi që e mbaj se mbaj mund. Parlamenti në këto 12 vite ka ndryshuar shumë. Ka rënë niveli. Shumë, jashtëzakonisht shumë. Në Komisionin e Ekonomisë, kur kam shkuar për herë të parë në vitin 2013, dhe këtë ta them pas astur, pas kompleks, kisha përgjegjësi. Po më dritej dora se që u detyrova që mos ta mbaja sipër tavolinës. Kisha Ridvan Boden, Flor Mimën, Sherefedin Sheun, kisha përballë Anastas Angjelin, kisha Shkëlqim Cani, Ministër Financash, kisha Mimi Kodhelin, kisha Rion Braçën, domethënë kisha njerëz të cilët secili prej tyre për te eksperiencës kishin edhe mendimin politik, kishin një histori pas vetes. Sot nuk kemë këtë bësh debat në parlament. Kjo ndodhi me gjitha partitë, zona Tabako. Jo vetëm me... Shiko, unë nuk tentoj që të them që ky është një problem ekskluzivisht i majorancës, është një problem i politikës. Por sot Partia Demokratike unë e shoh profesionalisht më mirë se kundërshtari. Po të bëje një gëzuar, për shembull, patjetër gëzuar me Elisa Ronën do ta bëjmë patjetër. Gëzuar, dhe faleminderit për kohën. E bëm gëzuar moment e gabuar në fakt se për parlamentin si ja vlente për të përgëzuar, por... Ja, të shpesum, se e ka motivin pëse da bëjmë gëzuar. Ka një arritje të ndën politike, të cilën të thua ja dola. Dhe një kauza ime mori një form, mori një drejtim, dikush, po themi, u vendos për para një përgjegjësie që me duhet vendosësh, cila është? Kanë qenë 3. Ashtë 3 gëzuar. Personale ka qenë viti fundit. Jo pse unë shkova në parlament. Sepse edhe mund mos shkoja. Mund merrte Partia Demokratike vetëm 12 deputet në Tiranë, jo 13. Po ka qenë një vit për mua ndryshimi, një vit përmirësimi, një vit reflektimi për vete, një vit edhe për t'u bërë pak më e përullur me këmbë në tokë, se ti ndoshta mendon që ky është një realitet që ke fituar dhe këtu do jesh gjithmonë. Ndërkohë që nga pikpamja e njerëzve ka qenë komisioni hetimor i incineratorëve. Unë nuk besoj që ka prekur më shumë njerëz, po edhe konkretisht, se sa kisha njerëz pafund që më shkruanin. Më thoshin atëherë shofer të taksive, njerëzit hyn taksi dhe hyn taksi dhe thonë që ndizen çik se është Sterion Velia, ndizen çik se është Edi Rama. Ndërkohë që nga pikpamja e ndryshimit konkret ka qenë betejë për profesionit e lirë në gjykatë kushtetuese. Por mua ka shumë rëndësi Drini kur diçka je i vëj fytyrën ta çoj deri në fund. Është edhe çështje karakteri, po është edhe çështje besimi tek njerëzit. A beson tek kjo drejtësia e re? Është për si term kështu tani, po si është raporti yt me drejtësinë? Raporti im me drejtësinë është që unë para drejtësisë jam e pastër, së pari. Jam personi që kam shkuar në SPAK ndoshta më shumë se kushdo për të çuar dosja, edhe për të denoncuar. Mos shkofsh për të tjera. Ja kam thënë atëherë Arbena... Është vërtet kjo që po shkove në SPAK, s'ka më këthim brava? Ja kam thënë Arbena Metajt atëherë, në fakt se më tha muaj që bota rrotullohet, nga që unë po e denoncoja në SPAK isha periudha, dhe thash, mund të rrotullohet, mund ndodh çdo gjë, po unë flej e qetë në mëngjes se kur zgjohem nuk e kam SPAK-un ke dera. Dhe kjo shprehje që vë kokën jastëk dhe fle rehat, duket sikur. Jo, jam aq e qetë në këtë drejtim, jam shumë e qetë. Pra, domethënë ideja është që se ndonjëherë diskutohet sikur njëra palë, po i quaj palë, kur preket vetë nuk intereson politikisht qëndrimi që madhëresia dhe sulmon vetëm të kundërt. Shiko, drejtësia ka qenë për vite me radhë një fushë ku edhe në procesin e integrimit, po edhe në shumë drejtime Shqipëria ka çaluar. A mendoj unë sot që kemi një sistem të pavarur? Nuk e mendoj dot. Ka presione politike. Ka mënyra se si zgjidhet antarët e Këshillit të Lartë Prokurorisë, drejtuesi SPAK-ut, shumë struktura e kanë influencën politike aty brenda, sepse zgjidhen nga organe të ndryshme që influencojnë politikisht. A mendoj unë që është duke bërë më të mirën?
Mendoj që në disa raste mund të kishte bërë më mirë, mendoj që në disa raste mund të shohësh një konotacion politik, asgjë nuk është perfekte, po për mua lakmusi është a shkon drejtësia dot aty ku është pushteti. Dhe për herë të parë drejtësia aty ku është pushteti ka shkuar tek ish zëvendës kryeministri. Atë do të pyesë, çfarë mendon për hetimet që po kryen për Zoën Balluku? Unë jam kundër këtyre linçimeve, sulmeve, për më tepër kur bëhet fjalë për një grua, për një zonjë, për një nën, në fund ditës kemi të gjithë familje, siç e përjeton familja ime, diçka e përjeton familja e kujtdo. Por ne jemi njerëz politik dhe ne duhet të mbajmë përgjegjësi politike. Duhet të mbajmë përgjegjësi politike për veprimet tona. Unë po të kisha qenë zonja Balluku do kisha dhënë dorëheqjen. Unë s'kam për të qenë kurrë zonja Balluku, sepse s'kam për ta vendosur veten kurrë në një pozitë të tillë. Po çdo zyrtar që përballet me drejtësinë duhet japi dorëheqjen. Për t'i hap rrugë drejtësisë, për të vendosur një standard ndryshe. Sa mirë e mbajmë mend neve një X zyrtar që jep dorëheqjen për t'u hetuar i lirë. Vendos edhe për veten tënde një standard tjetër, edhe të referohen njerëzit për mirë. E rëndësishme është që njerëzit mbajnë mend kur kthen kokën pas për ato që ke bërë, jo për ato të cilat ti po lufton, se sot ato po luftojnë për vendin e tyre, për pozicionin e tyre. Për mua është e padrejtë kjo gjë që po ndodh me gjykatën kushtetuese, mbrojtja që po jep qeveria e me radhë. Sa e dobësuar sot mazhoranca? Është e dobësuar apo duket se është më e fortë? Nuk besoj që sot mund të flasim për një mazhorancë morale. Nuk ka një mazhorancë morale. Sa po dalim nga zgjedhje dhe drejtuesi politik i qarkut Fierit, që i ka sjell Partisë Socialiste numrin më të madh të deputetëve, është e pandehur për një skem korruptive me përfitime financiare, të cilat janë përdorur në fushat elektorale. E njëjta gjë është me kryetarin e Bashkisë Tiranës. Domethënë, sot nuk ka një mazhorancë morale, po ka një mazhorancë numrash që është atje. Po për mua kjo mazhoranca numrave ka rënë. Si duket betejë që përpon kryetari i Bashkisë Tiranës Serjon Velia? Jam e dyzuar, sepse të them mendimin tim që ai ka drejt të shkojë deri në fund, do gjykohem sepse për mua Serjon Velia është politikani që ka vendosur standardin më të keq dhe ka krijuar mënyrën më të keqe të korruptimit të pushtetit. Serjon Velia ka ngritur një sistem me blerje mediash, me presione, me shantazhe, me intimidime, me sulme, që po i vuan vetë në kurriz tani. Unë e mbaj mend si tani ka qenë një moment jo i lehtë për mua, them drejtën, unë kam qenë shtatzane me Drenin, kur më shkruajnë 10 veta njëkohësisht, hap televizorin se po të sulmon Serjon Veliaj. Dhe Serjon Veliaj më akuzonte mua që unë po denoncoja shkollën Sami Frashëri që ishte prishur, që shkolla Sami Frashëri sot po hetohet në SPAK,